Si po kaloj mëngjesi në Angli tani që jemi me pushime? Zgjohemi me rehatë, avash edhe fëmijët kur janë me pushime, ditët e para mbas e zgjohen shumë shpejt, pastaj mësohen edhe ata, edhe zgjohen pak më vonë, na e bëjnë nderin dhe neve prindërve që të zgjohemi dhe neve me vonesë pak. U zgjuam që thoni nga ora 8:30 jo shumë vonë, mos mendoni, se sado që të durojnë fëmijë, duan të çohen, të lozin me lodrat, të dalin xhiro. U zgjuam që thoni, u përgatita mëngjesin, sot bëra ves të skuqura edhe për mua edhe për djalin. Djali hëngri pak më shpejt, unë tani po e përgatit mëngjesin tim që ta ha. Edhe siç mund të shikoni bëra vezë, bukë të thekur, krepa ishte me çokoladë edhe me biskotë, po krepa ishte për djalin, se pas vezëve donte diçka të ëmbël, edhe unë mora një copë nga ky keku, të cilin e kam bërë vetë. Në një video tjetër do t'ju tregoj dhe recetën, është me bananë dhe raspberry. Në anë të mëngjesit kuptohet që shkon edhe një kafe. Unë kafen e përgatit, e kam gati, edhe pasi ha mëngjesin e dua se s'bën pastaj se për ndryshe më vjen gjumë njerë, sa ha mëngjesin dua të flë prap gjumë. Ndaja edhe kafen e kam të gatshme që sa ta mbaroj mëngjesin, së ngrënuri të qetësohem pak, të pi kafen, të relaksojmë edhe pastaj të vazhdoj ditën.